Mbani një thelpi hudhër në gojë çdo mëngjes dhe do trajtoni këto probleme. Hudhra është një bime jashtëzakonshme dhe ka veti antibakteriale, parandalon të ftohtin, arteriosklerozën, sëmundjen e veshkave dhe forcon kapilarët e gjakut. Në mjekësinë kineze, hudhra përdoret për një shërim total të trupit. Në mëngjes fusni në gojë një thelpi hudhër, mbajini në gojë për plot 30 minuta. Përshtyma bashkë me përdoruesit e dobishëm të hudhrës, hyn në gjak, pastron kapilarët dhe nyjet limfatike. Më pas, hidheni pjesën e mbetur nga hudhra dhe lani dhëmbët. Nëse ende ndjeni në gojë shijen e saj, fusni një kokër kafeje ose pak majdanoz. Disa glënka qumësht do ta heqin tërësisht nga goja juaj erën e pakëndshme të hudhrës, por përfitimet që do të keni në shëndet janë të jashtëzakonshme.